Mirëmbrëma dhe mirë se vini në punë. Mirëmbrëma, çuna mirëmbrëma. Shoku peshku ku jeni? Ne peshqit kështu jemi, Rozi, po nuk e kam bajtur dot vete sot. Kanë nxjerr stresi album. Ja, ty rimondja. Është e njëjtë sot, moj. E njëjtë. Ç'to kujton dita e njëjtë ty? Dita e njëjtë më kujton njojën time me stresin. Po me nojzin kur e ke patur, apo të e kam pat ditë premte. No, Rozi, parlamenti. Gjithë ditën këtu unë, ja. Ja, ria, shia, o zot, malëngjesha, pastaj lotët, vu. O të kam thënë që këta parlamentit vetëm për popullin sakrifikojnë, me çdo fjalë të fjalorit për popullin e ka. Ku kishte Shami që mbante lotët e mia dhe jo vetëm të mia, por gjithë qytetarëve shqiptarë sot. Ashtu se çfarë ndodhi shoku Diskutoj Fjori? për ndihmën ekonomike, Rozi. O zot, ato fjalimet e ndjera. Ja. Të lutem ta shikoj shoku Fjori, të lutem. Kur flasim për ndihmën ekonomike, kur qajnë hallet e qytetarëve? Po? Nuk di. Ndihem krenare për ju. Shumë krenare për ju. Me ta shikoj mirë. Nëse ka nevojë për dëgjuar muzikë, kemi një dhomë këtu, anash, të shkoj atje dhe dëgjoj muzikë. Ku vjet mund jetë për dëgjuar më mirë tyja, më kthjellët, se s'është mirë akustika. Njësinë administrative nëmër 2, Lulzim, ka takuar zonjën Burbuqe. Lajmëroj që zonja Burbuqe është përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike. Shikojni si ka shtëpin kë. Dhe duhet mësoj softwarein kë me apliku kë që këta t'i japin ndihmën ekonomike. Edhe duhet këtë laptop me vete kur t'aplikoj. E kuptoni, këshu i kërkojnë këta. Pranverat e tova, me tëmën e paralizuar në kushtet më skandaloze, nuk blendot ilaçet dhe nuk ka as tavan mbi kokë, me 6 metra katror. Ke vizituar zotin Spahi Koçit Vor, i është ofruar mundësi punësimi dhe sot është i punësuar. Ata kanë kërkuar dhe nuk kanë gjetur vend pune derisa dolën në fotografi me mua. Ke vizituar zotin Artan Xhema në Berat. Zoti Artan Xhema po të njoftoj, ka filluar punë, të bën edhe shumë të fala. Sa bukur, shoku Fjori, sa bukur. Duhet të ndihemi krenar për elitën tonë politike, Rozi. Shumë mirë, po e the ti, unë jam dakord me ty në rregull. Po ti nuk e di deri ku arrin sakrifica e politikanëve tanë, e ligjvënësve tanë, e atyre që mendojnë vetëm për fatet tona, për të mirën tonë. Ashtu. O zot, dhe e di ku arrin sakrifica. Ku deri te 15 kaçi lart në katin e fundit. Jo, zemër, janë të gatshëm, megjithëse nuk e di ma janë apo jo. Me thua. Por ne pyetjen e shkrepëm njerë. Shkrepim një pyetje njerë. Mame, si ke këto pyetjet shoku Fjori, si bomba, i ke si bomba. A janë të gatshëm deputetët tanë të japin për një vit gjysmën e pagës së tyre për qytetarët me ndihmë ekonomike? Ta japin gjysmën edhe çerekun po deshe. Mos të kërkojnë kusur. Po më shumë japin çerekun. Ti ndjekin pak përgjigjet e tyre. A do jeni e gatshme ju që gjysmën e pagës ta jepni për ata që janë përjashtuar nga skema ndihmës ekonomike? Po patjetër, sigurisht. Unë e bëj vazhdimisht. Përshëndetje bamirësen. Po patjetër që janë, po kjo nuk do ta rregullonte problemin, apo jo? Po si më? Do ta bëni realitet apo vetëm me fjalë? Patjetër. E kishin telefon apo me mua? Me ty më. Po patjetër, më pse patjetër. Patjetër. Kjo është zgjedhja thoni? Po mendojmë. Nëse është kjo, unë do i bëj thirrje të gjithëve. Janë hileqar dhe dembela. Nuk funksionon me bamirësi kjo punë, funksionon me ligj. Qeveria ka plot mundësi të tjera. Dhe për ndihmën ekonomike mos u mundoni ta zgjidhni në këtë mënyrë sepse është gjë e zgjidhur. Si është? Është e zgjidhur sepse me fondin 6%, me vendosjen e kritereve ashtu si duhet, natyrisht do përfitojnë vërtet ato që kanë nevojë. Nuk kemi ndërmend që me skemën e ndihmës ekonomike të ushqejmë parazitët. Mos harroni se ata han bukën e shtetit. Nuk rregullohet ndihma ekonomike me pagë. Shiko, keni mendjen se do të vënë lojë. Absolutisht po. Sigurisht që gazeta do të ketë mirësinë të përmend gestin tuaj. Ne nuk do të harrojmë të informojmë. Është zgjidhje kjo? Sigurisht që jo, ne do të kthejmë zgjidhjet në sistem, nuk është çështje solidariteti, është çështje detyrimi. A jeni e gatshme ju që të jepni gjysmën e pagës tuaj për një vit për të gjithë ata që janë përjashtuar nga skema ndihmës ekonomike? Nëse kjo do t'i shpëtonte, nuk i shpëton domethënë. Nuk i shpëton. Rrim kushtetues që shteti që duhet t'i mbështesë.
Gjithmonë jemi vonesti, gabim kjo. A je gatshëm që t'japësh gjysmën e pagës për një vit për gjithë ata që janë përjashtuar nga skema ndihmës ekonomike? Pa diskutim, nëse do të ishte një nga variantet, mundet. Unë mendoj që ndihma më e madhe që mund të jepet këtyre është punësimi. Absolutisht po. Zgjidhje është kjo? Kjo është një zgjidhje që mund ta bëjë ata të cilët kanë pak shpirt. Të pa shpirtët i marrin dhe ato ndihmën ekonomike, u marrin atyre. Gjysmën e pagesës jo. Për një vit. Po kontribut gjithmonë kam dhënë dhe jap. Është kështu personale. Gjysmën e pagesës, unë jetoj me këto të ardhura në familjen time, kështu që gjysmën e pagesës jo. Por kontribute patjetër kam dhënë dhe do t'jap. Jeni më i sinqertë se gjithë po thoshin po, japi. Tani ata mbas e kanë shumë vjet deputet, unë sa kam futur këmbë. Dhe kjo është si punë propaganda ka kjo. Edhe me e dhënë ne nuk është. Më mirë mbledhin gjysmën e taksave që ja kanë falë dhe t'ja japin. A do jeni të gatshëm ju që t'jepni gjysmën e pagës tuaj për një vit për të gjithë ata që janë përjashtuar nga skema ndihmës ekonomike? Po pse të japun? Po se janë përjashtuar, ata s'kanë çfarë të hanë. Ma nuk është për kështu për hall dhe për gjuna. Shteti do siguroj të gjithë ata që janë ndihmë nevojën ekonomike. Po ja pra i përjashtoj nga skema. Jo, po jo, ne ta heqim shtetin të vëmë një shtet tjetër që mundet të rrëzojmë për shtet. Jam e tronditur, më gjuaj një shpull shokofjorit të vinut të rëzi. Po gjuaj me gjuaj. Nuk ma bën zemra, moj. Po gjuaj me gjuaj. Po nuk ma bën. Po nuk ma bën zemra tani, nuk ta përdoj. Po gjuaj me kështu. Ja gjuaj i vete, se unë jam e tronditur për vete. Po që është kjo zemër, më që është kjo zemër, që kanë deputetët ka qëlluar. Zemër mirë ka qëlluar, që Zoti dritë ua bë. Këta ti marrësh ti qosh direkt te Villa Maria. Direkt aty dhe po ti fusi në skaner, i del zemra me vrim. Po pse? Jo, moj, i del zemra e madhe, Rozi, e madhe, po jo e së mura, ma. Do shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në Bum. Si Shalqin Lushnji aty për para. Bravo, shumë ke përqy shumë. S'kime Shalqin të Lushnjes, moj. Asgjë më duke si jeni të tërë. Po, se edhe i përflet edhe mbaron për Shalqin të Lushnjes, pastaj Rozi. Po, do trajtojmë një çështje sot nga fusha e drejtësisë. Silvia Konti u rikthye sërish me dosjen e saj të zezë. Nuk e ka marrë dosjen e zezë, sepse i kanë të gjitha këtu, Rozi. Të gjitha këtu. Po sot nuk do të flasim shumë ne të dyja, sepse të gjithë çështjen do na e shpjegoj gazetarja jon Ariana Loçe. Do të merremi sot me segmentet e drejtësisë, që bëjnë namin, Rozi, namin. Një kaos i vërtet. Është... Si është kaosi? Hyn me jetë kuqe, me jetë verda, si që ka kaosin kryzim. Ja të shpjegoj unë. Një avokate denoncohet në redaksinë e emisionit Bum, pasi i ka marrë një klienteje 5.000 euro si garanci që mos të qëndrojë në qeli. Por, gjykata e ka refuzuar kërkesën e avokates edhe të klientes së saj, duke e lënë qytetarë në burg. Dhe i bie, normalisht me rregull treshi, avokatja duhet t'ia kthente 5.000 eurot e garancisë qytetarës. Tani zimne sa pun ka bërë avokatja, se ndoshta dhe ka bërë pun, po dhe ja ka kthyer ose s'ja ka kthyer, pa i nuk them unë do të gjë. Nuk ka ndodhur. Por, do të ndjekim tani denoncimin. Denoncimi që duhem të bëjmë prezent është në lidhje me drejtësinë shqiptare dhe në lidhje me trajtimin nga avokatët shqiptar kundrejt klientëve të tyre. Neve kishim një problem në lidhje me një nga pjesëtarët e familjes. Avokatja në fjalë, sapo mori vesh që pjesëtarët e familjes nuk jetonin në Shqipëri, i filloi të fliste me euro, jo me lek. Dhe çmimi që vuri ishte 1.000 euro për të mbaruar punën. Ajo na tha që do bëjmë një kërkesë në prokurori
për të dalë me liri me kusht dhe sa duhet një 5.000 euro në bank. Duhet hapë një numër llogarie në emër të personit në fjalë, hapë numër llogarie që këto janë shpenzime të tjera. Po. Po priti aprovimi i prokurorit sipas zonës Nelita Darda për të depozituar këto euro. Ku e bët pagesën për 5.000 euro? Në bank, në dorë, ku? Ajo nëpërmjet telefonatave që bënim ne flisnim çdo ditë na thanë se tani duhet 5.000 për sa ishte vizituar, atëherë dërgojmë nipin që t'ja çoj në dorë. Nipi im ja çoj në zyrë dhe ajo i lëshoi një mandat artimi 5.000 euro të shkruara dhe këto për veprime avokatie. Këto lek duheshin për të vënë në bank për lirim me kusht. Si garanci. Si e justifikoi ajo tek ju faktin që i mori 5.000 euro, por nuk arriti dot që të fitonte motra juaj, le të themi, detyrim paraqitje në vend të arrestit me burg. Si e justifikoi pastaj më mbrapa? Ai që prokurori nuk ra dakord. Ja kërkuat këto lek, t'ja u kthente mbrapsht? Ja kërkuam dhe tha që mua më duhet të mbaj 2.000 euro për kostin e dytë. Unë do komunikoj me pjesëtarët e tjerë që ju pretendoni që keni komunikuar dhe nëse është vërtet do t'i bani, do ktheni 3.000 euro. Dhe tha zonja dakord. Sa lek ju ktheu? Premier se nuk ktheu 5.000 euro, por ktheu vetëm 1.000 euro. Si e justifikoja faktin që po ju kthej vetëm 1.000 euro? Nipetimi kishte thënë, ju mora 1.000 euro të para, po ju kthej 1.000 euro të para dhe këto 5.000 euro të tjera janë për punën që ka bërë. E pe moj, e dëgjove. 5.000 euro pa mbaruar punë, shoku Fiori? Për të mos mbaruar punë. Pra mbaruar. S'ka mbaruar punë fare, po të them. Po tani, më ku bëhet kjo shkolla? Të bëj dhe unë këtë. Shkollë veçantë, Rozi, shkollë veçantë. Nuk ka një lëndë të saktuar për këtë. S'më marrin mua vetëm në shkollën e vagabondave më kanë marrë njerë. Sepse kjo mësohet me kalimin e viteve. Ashtu, po ti je tepër vonë. Je tepër vonë, Rozi, për të mësuar këtë lloj zanati. Po të ndjekim pak se çfarë na thot avokatja. Mi hoqi shpresat. Zonja Nelita? Jo jeni? Si jeni mirë? Si ja kaloni? Ka një denoncim të ardhur për ju në redaksinë e emisionit Bum, për cilin unë doja t'ju njoftoja. Dikush nga të afërmit e saj ka denoncuar për një pagesë 5.000 euro që ju i keni kërkuar në bazë të kësaj. Unë futem në lojë në apel. Kërkojmë garanci pasurore. I kërkuat kujt? Gjykatës. Ja kërkuat, e keni depozituar një kërkesë? Po, është vetimi gjykatën e apelit në Durrës. Fare mirë, mund të interesojë. Çfarë thot vendimi? Lihet në arrest. Dhe këto lek në atë kohë nuk më janë depozituar mua. Këto veprime janë kryer shumë më përpara se të dohet pagesa për 5.000 euro. 5.000 euro janë kur unë mora çështjen për të vazhduar hetimin. Pra për ndjekur hetimin, për ndjekur gjykimin. Më fal, më herët i kishit marrë 1.000 euro të tjera? Po. Për çfarë ishit? Dhe janë kthyer ata 1.000 euro. Më fal, për çfarë ishit? Vetëm për masën e sigurisë. Pse ja keni kthyer atë nëse ju keni dhënë shërbimin për gjyqin e masës? Prit, ta them unë pse e kam kthyer. Ka ardhur i vllai, më ka kërkuar t'i kthej lekët. Në një kohë që kisha kryer gjithë veprimet, të gjithë lekët. Sa lek ishin marrë deri në atë moment? Ishin marrë 6.000 euro. Dhe i kam thënë, sa ke dhënë ti, Altin? 1.000 euro. 1.000 euro ishin tënd? Urdhroja. Po pse nëse kisha marrë në pas të ligjit, pse ke kthyer 1.000 euro? Jo, nuk doja sherr me atë. 6.000 euro vetëm për apelin. Mas sigurimi. Mas sigurimi nga apel, pra. Po, mas sigurimi s'kisha marrë lekun. Po, a the mora 1 milion lekë për mas sigurimi pak më përpara? Mas sigurimi, the mora 1.000 euro, 1.000 euro. Okej, 1.000 euro. Po, a the pak më përpara se tani po thuaj që nuk ka marrë për mas sigurimi. Tani pak më përpara më the mora 1.000 euro. Po. Kush është verdikti që do t'i qëndroni? I pari apo i dyti? I dyti. Dhe kam bërë. Keni bërë një marrëveshje? Për 5.000 euro çfarë shërbimi do të bëjë? Pas të ligjit të avokatisë, marrëveshja është verbale dhe me shkrim. Dhe ke bërë me këtë do ta bëja marrëveshje, është verbale. 5.000 euro. 5.000 euro. Kur e ke depozituar? Në cilën datë? Shkon tatime. Jo, duhet ta kesh ti linkun e Jo, shkon tatime, jo, i ka financierja, nuk i ka më. I ka financierja. Datën 21/4/2017. Atëherë kur janë deklaruar në shtet? Ajo është mandat artimi dhe nuk është faturë tatimore. Fatura tatimore deklarohet brenda muajit. Okej, dakor. Dakor? Dhe në momentin që un kam prej faturën tatimore, është bërë deklarimi brenda muajit. Tani do të
shpjegojmë pak, Rozi, tani se nuk e di pse u entuziazmova. Ka një ligj, Rozi, se si e tham në fillim të emisionit, ne krenojmi me ligjvënësit tanë. Ka një ligj që thot, avokatët mund të bëjnë marrëveshje me shkrim, por edhe marrëveshje verbale me klientët e tyre. Si verbale? Ja, për shembull, më jep ti mua 5.000 euro? S'kam, nuk kam. Po ta zëm. Me një marrëveshje verbale. E kupton, me jep 5.000 euro dhe ne shtrëngojmë duart si burrat. Jo, si burr ti, se unë jam grua. Ashtu të lutem. Por, ky ligj vlen vetëm për avokatët, sepse ne të tjerët, ne frymorët e thjesht, ne kemi te noteri, me ligj, me vull, me firmë. Ashtu me vull të... Po të shohim pak se sa janë tarifat zyrtare për shërbimet që ofrojnë avokatët, se me thënë drejtën 5.000 euro janë ca si shumë. Të shohim pak si janë këto tarifat zyrtare. 5.000 euro. Ashmi sa bën një këngë për festival, ndoshta mund tjetë. Se ka ishë bën një këngë, 5.000 euro. Shumë, Rozi, shumë. Po, të lutem se nuk është rasti për këtë lloj krahasimi. 5.000 euro. Qa bëjnë këta avokatët me 5.000 euro? Për miratimin e tarifave të shpërblimit të avokatëve për dhënien e ndihmës juridike, ka dalë dhe urdhri me numër 1284 fraksion 3 datës 16/3/2005, në të cilin urdhërohet miratimi i tarifave të shpërblimit të avokatëve për dhënien e ndihmës juridike sipas tabelës që i bashkëngjitet këtij urdhri. Ndihmë juridike për hetimet paraprake deri në dërgimin e çështjes në gjykim, për kundravajtje 20.000 lekë parashikohet, ndërsa për gjykime në shkallë të parë 50.000 lekë, kuptohet lekë të reja. Përfaqësimi për çështjet civile ka të tjera tarifa, përcaktimi për çështjet penale ka të tjera tarifa. Por, në fund të këtij urdhri, thuhet se këto tarifa do të aplikohen në momentin që nuk do të ketë një marrëveshje mes klientit dhe avokatit. Nëse aplikohen apo jo ndonjëherë apo nga ndonjë avokat këto çmime, ne kemi pyetur dhomën kombëtare të avokatisë. Përgjigjja është kjo. Tarifat minimum nuk janë tarifa referenciale dhe kanë karakter të përcaktimit të çmimit minimal të deklarimit, poshtë të cilit nuk lejohet çmimi i shërbimit të avokatisë. Çmimi i shërbimit të avokatisë përcaktohet me ligjin 9109 të vitit 2003 për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, ku neni 11.1 e tij thot: shpërblimi i avokatit për punën e kryer caktohet në një nga mënyrat e mëposhtme, me marrëveshje ndërmjet tij dhe palës së mbrojtur ose të përfaqësuar prej tij. Por cilat janë rastet sipas dhomës kombëtare të avokatisë kur aplikohen tarifat minimum, pra ato tarifa që ne lexuam nga udhëzimi i vitit 2005, kur nuk ka marrëveshje me shkrim midis avokatit dhe klientit për shërbimin e kryer. Do thoni ju, atëherë si bëhen marrëveshjet, në qoftë se nuk bëhen me shkrim mes klientit dhe avokatit. Kodi civile përcakton këtë, që marrëveshjet midis klientit dhe avokatit mund të realizohen ose me shkrim ose me gojë. Prandaj, në momentin që marrëveshja nuk është realizuar me shkrim, atëherë janë këto tarifat të cilat merren për bazë për pagesën në lidhje me avokatin dhe klientin. Në rast se marrëveshja bëhet me shkrim, mund të përcaktohet çfarë do lloj shume. Dhe kam bërë një marrëveshje për 5.000 euro, çfarë shërbimi do të bëhet? Pas të ligjit të avokatisë, marrëveshja është verbale dhe me shkrim. Dhe ke bërë me këtë do ta bëja marrëveshjen, është verbale. Pra, siç mësuam, Rozi, përfaqësimi në gjykatën e apelit kushton 45.000 lekë, ose 450.000 lekë të vjetra. Homi, qa ke? Me tani se nuk bën njeriu për 4.500 euro, me ama me sa grindur jemi do të qarkulloj. Po të qarkulloj, moj leku, të qarkulloj, moj të thash, mëse më fëlliqe. Nuk i të ka deklaruar as tek tatimet, zonja. Më mbyllë, mëse më more ftyre, më more. Po flas për ato tatimet, Rozi, që të mbyllin biznesin për 5.000 lekë të vjetra, e kupton? Jo, nuk i ka deklaruar. Po nuk është vetëm kjo shkelja e bërë. Tani do të shohim pak shkeljet e bëra në marrjen e këtyre parave. Nuk mundem t'i shoh, nuk mundem, do t'i shoh se s'bën e mirë, i ke të renditura, ti ka renditura Liana Loqe. Nuk mundem. Ndiqeni, e mirë. Apo mundem. Ka avokat zemra. Ajo që po diskutohet më së shumti në këtë çështje është pagesa prej 5.000 eurosh, e cila është kërkuar
pretenduar nga ana e familjarëve të klientes nga avokatja zonja Nelida Dardha për të vënë si garanci pasurore, ndërsa nga ana tjetër vetë avokatja thot se kjo është një pagesë për shërbimin që është realizuar. Nëse kjo është një pagesë për shërbimin që është realizuar, atëherë duhet dini se mënyra se si është bërë ka qenë në shkelje të hapur të ligjit për procedurat tatimore, por gjithashtu edhe të ligjit për avokatin në Republikën e Shqipërisë. Sipas të dhënave të mandat argëtimit me numër 3 të datës 21/4/2017, në zyrën e kësaj avokate është dhënë kesh shumë prej 5.000 euro. Por neni 59 i ligjit 99/20 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë shprehet për pagesat me para në dorë në pikën 1. Tatim paguesit persona fizik apo juridik tregtar nuk mund të kryejnë ndërmjet tyre transaksione shitjeje ose blerjeje me para në dorë kur vlera e transaksionit është më e madhe se 150.000 lekë ose ndryshe 1,5 milion lekë të vjetra. Nëse kjo shumë është paguar në muajin prill nga ana e të afërmve të klientes, sipas avokates Dardha, kjo shumë në organet e tatimeve është deklaruar në muajin korrik. Pra ka një diferencë prej 3 muajsh. Ne kemi mundur të bëjmë një verifikim në organet e tatimeve dhe kemi zbuluar se shuma në fakt e cila është deklaruar si fitim i avokates apo si xhiro e saj gjatë gjithë muajit korrik nuk është e barabartë me shumën prej 5.000 euro vetëm për çështjen që ne po ndjekim. Në lidhje me evidentimin e pagesës, ligji për avokatin, por edhe ai për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë përcakton detyrimin e lëshimit të faturës tatimore nga ana e avokatit, ku pasyrohet shërbimi i ofruar sipas marrëveshjes në vlerë leku. Duhet ishte deklaruar dhe duhet ishte shënuar në një kupon tatimor dhe jo në një mandat argëtimi dhe jo në euro, por në lek. Mos lëshimi i faturës tatimore sigurisht që përbën shkak për ilegjitimitetin e çmimit të shërbimit të ofruar. Pra është e pamundur në këtë kushte që edhe të verifikohet kur nuk ka një marrëveshje për më tepër shkresore mes palëve se sa ka qenë çmimi i kësaj marrëveshje nëse ai nuk deklarohet në tatime ose nëse nuk lëshohet një kupon tatimor ndaj klientit. Një minut, se ti fletë shumë, Rozi. Po si arove tani për çështjen e parave? E kupton se si mund të bësh para duke qenë avokat? Dgjoj, Shoku Fjori, ta them publikisht, gjithmonë kam pas të dhëna për juridik. Gjithmonë. Ti do të bësh juridik se Rozi? Po, se gjithmonë më është dhënë për para. Gjithmonë kam qenë fëmijë kureshtar. Po duhet të kesh disa aftësi të veçanta, pra. Që nuk mësoj, po jo, nuk ka lënë të caktuar. Punoj me grep, punoj qëndis, jam inteligjente. Flasë mbrap, qohu! Mirë, si meren këto para, moj Fabio, po prit, se tani vjen më e forta, Rozi, se nuk e parë gjë akoma. Akoma? Avokatja ka kërkuar edhe një të fort. Si të fort? Ato nacho, te këptar në ato që janë kësha, ama të fortët më, si quen këta? Si puna jote, Shoku Fjori! Një si puna jote! Një nga këto që vajnë buzën shtremët, që një të fort. Po buzëm se du të mba shtrëmbët njerës të kuptoj. Dhe i fort dhe me buzë të shtrëmbër se... Por një nga këta më... Si quen të fortët quen, më se këshu i themin e në zhargon të fortët. E di unë, stampist! Po, sa e lasht je përdor fjallën stampist. Ka kërkuar avokatja dhe një nga këta të fortët që sjaron të një situatë. Me dikoj që kështë bërë një deklaratë, Rozi. Dhe këtë duhet jetë me juridik? Do vetën, përveç 5.000 eurove, që i mori me pretekstin që do të përdoreshi si garanci për të nxjerrë nga burgu klienten e saj, ka kërkuar tani, pra 5.000 euro tikën, u arruan 5.000 euro. Edhe një të fort. Ama një nga këta nachut, më nachut fort. Hajde tu Shoku Fjori, hajde këtu, në madorën, ti si burë, unë si grua. Të fortin e dote që ti mbante lekët. Jo, e dote... Bërin ca sjarime mos, e këto sjarime, e kërëve asysh kur të vje i telefon, filoni e qarë, problemi më. Një këshu dote, nuk beson ti mua. Se do të besoj ty? Kur të kam gënjurë ndo njerë? Gjithmonë më gënjen, ti mua më gjenë të vogë. Ndiqe. Personi që ishte me qëra në shtëpi, kur hetimet dole të pastra, dhe doli që në fund të fundit duhet ishte liruar i afërmi jonë, atëre ky person, që do ishte personi i parë në dyshim, bën një deklaratë.
Edhe deklaron që unë e di që ky person është marrë me këtë problem. Zonja na thot ne që kjo deklarat na prish shumë punë dhe më gjeni një person të besuar që ta kërcënojmë këtë që të heqë deklaratën. Më thot më duhet një njeri besuar dhe më përmend një emër. Të kërcënojmë personin që ka lëshuar deklaratën edhe të tërheqë deklaratën. Tani unë u shokova me thënë të drejtën. I them Nipit, e di çfarë? Pa shko takoj që Nipi shkon e pyet edhe pastaj i thot ajo dhe vjen Nipi, më merr dhe thot moj zot edhe po kërkon një kështu çfarë thua ti i thashun. Jo. Të flasim me to, ta takoj dhe ta sqaroj. Janë biseda që nuk bëhen në telefon, më duhet njëri nga njerëzit tuaj të afërt. Po, që ta sqaroj rrethanën. Në ç'rrethane ka bërë atë deklaratë për Ifanen. Duhet shkonte dikush një fort nga fisit tyre për ta Jo, sqaruar. jo, një sigurt i kam thënë, një njeri besnik që ta takoj atë njeri. Ore si, në çfarë? Kush të futi ty që ta bësh? Sepse unë dëshoj që kemi para një çështjeje që një kurthi të ngritur. Se njo fare, e kam kërkuar dhe nuk e thirri. Mbaronte punë prokuroria me ta si të donte, kur vinte puna për të ballafaquar në gjykat nuk e sillte. E doja që të vinte pikat mbi i, sepse unë nuk po i thoja që shkosh ta vrasësh, as ta kërcënosh. Të ve pikat mbi i për deklaratën që ka bërë. Që thot që është e Irfanes droga, në një kohë që ai sapo ishte lëruar për drogë. Më shoku Fjori, të thashë mos më gënje. Unë mendova se avokatja e ka kërkuar për ta kërcënuar. Ajo e ka thirrur për të vënë pikat mbi i. Është ija ti vësh pikën se janë terma juridike këto shoku Fjori. Se ju sa shpejt fillove të mësoshme. A më e kam mësuar. U bëre juridik se më duket. U bëra të thashë kam talent edhe për të qepur dhe për të arnuar. Do të thënë donte të fortin që të vinte pikat mbi i. Jo moj. E pra kështu the terma juridik këtë më the. Po nuk e di pse gënje kështu. Ka që zgjuari moj. Vërtet, faleminderit shoku Fjori. Do të thënë ti me një 3-4 çështje të tilla e kputi një shtëpi. 2 dua. 2 do. E po të duhen 10 çështje të tilla. E do bëhem dhe unë juridik. Po merr një shtëpinë e parë në zemër me 5 çështje, ti e blen një shtëpi. Më dëgjoj mua. Një gazonjer dua unë dhe jam në rregull, vazhdoj. Me gazonjer vetëm i fortim duhet Rozi. Por dëgjoj pak historinë Rozi sepse është vërtet e dhimbshme. Një 60 vjeçare që qëndron në burg, e dënuar për mbajtje të lëndëve narkotike, pa shenja gishtrinsh, e dënuar me një vendim të formës së prerë, është vërtet e dhimbshme, Rozi, po ndiqe pak tani historinë e nënës 60 vjeçare. Shysha, që pas ke bo pabeve minone të shpërnda. Po. Si te padrino. Po ta thash me pa shenja gishtrinsh, Rozi, të lutem se do të bëhesh dhe avokate. Po bëre avokate me këto që thua, nuk e... Shoku Fjori, këto dhe shumë të tjera në historinë e nënës Padrino. Që unë sot këtu e bëj dënimin pa drejtësisht, pa prova. Më kishe futur në një kovë që unë kisha capula, një 2 kile, 113 gram, nuk e di. E kisha lënë shtëpinë në dispozicion të qëra gjudisha si djalin tim e respektoja, edhe nuk më priste mëndet të arria deri këtu. Unë jetoj vetëm fare në atë shtëpi, krye familjare, unë sot këtu e bëj dënimin pa drejtësisht, pa prova. Për mua edhe sot e kësaj dite e them me bindje plot, ajo nuk duhet jetë një ditë në burg me ato prova që kishte prokuroria. Nuk duhet jetë? Absolutisht. Ajo duhet merrte pa fajsi. Do vish me qira të shtëpia ime. Jo, Rozi. Do vish me qira të të zhduk për ca kohë. Nuk i besoj as bluzës që kam veshur. Moj, hajde me qira, më nuk të marrë as qira, as gjë, vetëm dua të zhduk për ca kohë. Por ti, e peset që të bëjnë avokatët. E peset që të bëjnë drejtësia, Rozi. Ne do të ndjekim në vazhdimësi këtë çështje, nuk do të lëmë me kaq, sepse duhem bërë disa shembuj, Rozi. Drejtësi në këtë vend ka moj, vetëm se kushton. Ose ka dhe raste që kushton shumë, ti je i gatshëm të paguash dhe prap nuk mbaron punë. Avokatët i marrin paratë dhe nuk mbajnë asnjë lloj përgjegjësie, marrin 5.000 euro për garancinë dhe pastaj jo vetëm që nuk arrin ta nxjerrin nga burgu, po as nuk ja kthejnë ato para klientes 60 vjeçare. Ndaj them që ne do vazhdojmë ta ndjekim këtë histori, nuk do ta lëmë me kaq, por në fillim do të presim
gjykimin e Komisionit Disiplinor për Avokatën, sepse problemi duhet kapur në themel, Rozi, duhet parë se çfarë është bërë me këtë çështje, se si është gjykuar kjo çështje, të gjitha hallkat një për një. Ne do ta çojmë këtë histori deri në fund. Burr me burrje, shtyllën e bumit të kemi. Një shtyll, një tek që mban një çift këtu. Rozi e thash që duhem bërë disa shembuj. Sot sollom avokatën, por ne do vazhdojmë të merremi me çështjen, do t'i shkojmë deri në fund. Faleminderit që na ndoqët dhe do të shihemi nesër mbrëmë në orën 19:00. Tani shoku Fiori, një shtëpi do ma blesh ti mua apo të bëhesh juridikse, po ti do bëhesh avokate. Natën e mirë, faleminderit që na ndoqët.